Hidrocentrali i Vau-të-Dejës, një nga veprat kryesore të sistemit energjetik të vendit, ka nevojë për rehabilitim të plot pas më shumë se 53 vitesh pune pa ndërhyrje thelbësore. Sipas një raporti teknik të publikuar nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare dhe i përgatitur në vitin 2023 nga konsulenti ndërkombëtar Ficner, pajisjet elektromekanike të hecit janë të vjetruara dhe në disa raste në gjendje kritike, duke rritur rrezikun e defekteve të papritura dhe ndërprerjeve të gjata të prodhimit. Raporti thekson se edhe pse hidrocentrali funksionon normalisht, pa masa rehabilituese, ky rrezik do të shtohet ndjeshëm në vitet e ardhshme. Për këtë arsye, Ficner rekomandon rehabilitimin e plot të impiantit. Ndërkaq, në vitin 2025, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka nisur zbatimin e projektit Connecta 2, financuar nga KFV dhe Banka Evropiane e Investimeve, i cili synon hartimin e strategjisë së rehabilitimit, analizën kosto-përfitim dhe vlerësimet e ndikimit në mjedis dhe klimë. Ky projekt konsiderohet si vazhdim logjik i raportit të Ficner, duke u mbështetur në gjetjet e tij për të përcaktuar prioritetet teknike dhe të sigurisë. Specialistët e projektit theksojnë se vlerësimi i pajisjeve po kryhet mbi dy parime kryesore: siguria e digës dhe funksionimi i pandërprer i hidrocentralit. Një nga përfitimet kryesore të rehabilitimit pritet të jetë rritja e rendimentit të prodhimit të energjisë, fal pajisjeve më efikase dhe teknologjisë së përmirësuar të projektimit. Sipas vlerësimeve, modernizimi mund të rrisë prodhimin me rreth 74.000 megavatorë në vit, afro 7.9% më shumë se mesatarja vjetore që prej vitit 2007, duke sjellë të ardhura shtesë mbi 5.4 milion euro çdo vit.